Dikush ka më dhënë llogari për Allah xhallahu për këtë punë. Vëllai dikush ka më dhënë llogari të madhe për Allah xhallahu ala. Andaj do të thotë veçanërisht gjinia femërore, edhe mashkujt, gjithë bëjnë pjesë të. Por veçanërisht gjinia femërore, nga sa Allah i ka bërë të tilla, të kujdesen, ruajeni, mos bëni shkaktar që te dikush të ngjallet lakmia për diç. Thotë dikush, mos po bëj kurrë po eci mira apo. Unë nuk e di çka e të bëj. As nuk mira me këtë çështje, por po të them, Allahu xhallahu ala grave më të pastërta në fytyrën e tokës. S'ka pas gra më të pastra, më të ndershme se gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. S'ka pas. Grave të tilla Allahu ka thonë: "Wala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Ka thonë dhe mos u llastonin të folur. Çfarë llastimi ka bëu Aisha të folur? Çfarë llastimi ka bëu Zejnebi Ummu Salama të folur? Çfarë llastimi? Allahu ka thënë mos u llaston të folur. Gra, veç Aisha kuleri, gra plaka. Shumica e grave pejgamberit kanë qenë të vjetra, styme në mosh. Çfarë llastimi këto? Gratë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë fala takhda'na bil qawl. Mos u llastoni, mos u dridhni në zërin e juaj. E çka ndodh që se këtë e bëjmë? Wallahi mos më kon shkret kur një temë s'ka besu që shtu ka mundësi më ndodha. Po çka thot ka dalë se s'është që kujton ti apo. A është e mundshme? A është e mundshme mi thon gravat pejgamberit sa mos u llastoni, mos u lazdra. Gravat Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj rezultati ashabt, se na jo, fasina në vakt, s'bëhet fjalë për neve. Fejatma alladhi atlakman ai që kanë zemër smunje tepshit apo. E ka më theksu më pshën apo. Se kanë kontroll fort. Në llastimi ju ti ka dhënë hadith ai lakman. E çon xhenem se ka lakmun nonën e vet, se gratë begon në nonat tona apo. Shikoj çfarë kujdesesh është nur, mos e bëni punën te dikun. Ka dal. Mos u lëshoni shumë, mos i besoni vetes shumë. Ka si ndo kufi që shati ka vendos, apo? Prandaj komunikimet ose postimet e shumta, sheka në Facebook, një vëlla musliman apo në plazh u dolet ai në avrin se ka çplum, apo po reklamon gjoks në vetë, musklet e tij, në zallat e ushtrapton, sa ditë fotografia në Facebook ose faqe. Çka kemi reklamu musklet e tij? Kujt pjaqet ata musklet e tij? Kujt pi kallzon? Apo ose me syze ose pa syze ose kokën shtramt ose apo çka janë këto poza këto? Çka janë këto pozime këto? Kujt? Ose dikush vallahi ka mundsi e sheh e smuhet e çon zotin xhenem ti pa ditë hiç apo. Andaj të kemi kujdes. Bukuria dihet ku shfaqet. Apo dihet çka bëhet. Jeni këtu gjëra i përdor sa të ka nevojë. Sa të ka nevojë. Për atë që duhet për hajër. Ose edhe ndoshta edhe tek gjinia femërore apo përzime të ndryshme me fotografie, pa fotografie, në forma të ndryshme, apëtane, kështu më radhë, kjo është turp, me ndu musliman me kështu.